Ky emision mundësohet nga Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur, mirë se po takojmë në një tjetër epizod të emisionit Plus Minus. Jemi përsëri bashkë, sot do e kemi një intervistë goxha të veçantë. Do e kemi këtu në studio Krenar Kasumin, i cili së fundmi ka thyer edhe një rekord të Guinnessit. Pra është futur në listën e Guinness, po për çfarë ai do na tregojë më shumë këtu në studio. Do ndjekim edhe një historie nga Beni, që do e shohim vetëm më vonë, kështu që qëndroni me ne, sepse do kemi një intervistë goxha interesante dhe një material goxha interesant nga Beni. Pak më herët ju tregova se kë do e kemi në studio. Është kënaqësi shumë e madhe që në këtë ambient kaq të bukur të Valbona Resort and Spa, në Valbonën e bukur, të kemi të ftuar Krenar Kasumin, i cili do na tregojë më shumë edhe rreth këtij momenti historik, të cilin ju tregova pak më herët që emri i tij ka hyrë edhe në librin Guinness. Po për çka do na tregoj ai vet, do na tregoj të gjithë përgatitjet e tij që i ka pas deri në atë moment. Krenar, mirë se erdhe në Valbonë. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi shumë e madhe me pas këtu, me na tregu pak më shumë rreth gjitha përgatitjeve, rreth gjithçka tjetër që ka shty ndoshta për me e bo edhe këtë punë. A është hera e parë në Valbonë? Po, hera e parë, shumë vend i bukur, tepër, një super hotel që as vetë se kum prit, kështu që kemi pas mundësinë edhe me shiju gjatë kësaj dite hotelin dhe me shiju edhe span dhe gjitha kushtet që i ofron të akomodimit ky hotel. Krenar, urime! Faleminderit. Si është kjo ndjenjë? Ndjenja për çka u nis, edhe pse hala shkon kohë derisa të kurohet titulli. Shkojnë deri në 6 javë derisa ti çon materialet, për shkak se materiali duhet më qu me 24 orë janë xhirime, çohen ato, çohet puna, është sistemi i rojt mashinë që është që ato që e kum ngre, ajo i run në hard disk edhe metrat, ata i këshyrin në detaje në bazë të rregullave që i kanë qu 46, edhe në bazë asaj 2 deri 6 javë mandej të lajmërojnë se çka ke bo. Po, për ndryshe, unë më i me thonë se unë mënyrën për çka e kum nis, synimin për çka e kum nis, u konë qika jem para se me lind, qysh në 6 muj shtatzanis që ndresa gruja kur unë i kallëzoj se çka po du me bo, edhe më kam mbështet, jena konë shumë një ekipe madhe
për cilët falemderej shumë, se kam punu në qatë sa kanë ditë në profesionalizëm, do me thonë nuk ja kanë lënë asë një sen qastit, edhe çdo sen nuk planifiku, 6 muaj ditë punë për me arrit qëta që e kumbo unë. Për ndryshe, sa për informat jenë vetëm 3 persona në 8 milion njerëz që kanë kalmërimi kryegarën deri në fund. Ti e një ndër ta. 24 orë. 24 orë, rojëm pa ndërpre. Tregona pak a ndjenjën mas që e ki përfundu, që të flasim pastaj ndoshta krejt fillimin, krejt përgatitjen, çka të ka desht. Ndjenjën kur e kum kap 1 minutë e fundit qikën në krah, edhe e kum kry garën me ta për mune që aty jo libër Guinnessit, po kupën e botës, ndjenja ma e mirë në botë, çmimin e kum pasur në dorë për çka e kum bo. Renat, po besoj që të është desht edhe me majt ato regula që i përmende, po ndoshta edhe me dieta, me ushqim, me ushtrime. A mundesh me na tregu pak atë periudhë sa kohë të është dashur edhe me u përgatit? Po, që cen, une edhe ja u thësha njerëzve të ngushtë, kur më pyetshin se qysh ke, i tregosha që nuk u kon vështirë për 6 muaj ditë se ti qysh e man, qysh kemi bo ushtrimet. Ushtrimet sa do që janë të vështira, ka 4-5 orë në dite, sa do që e ke pas, do me thonë, te për vështirë, seni ma ironi u konë kër unë ju të regojsha, u konë që ndrimi i jetesës çfarë e ke bo krejt jetën, me që to 6 muaj janë krejt ndryshe, ku ti u dasht me ushtru, mi hup mesatarisht 5.000 kalori në dite, ku ti hu 5.000 kalori në dite dhe ti dosh me hungër 9 herë. Me pas një pushim të obligushëm që... Është edhe momentin kur ti nuk e ki ndërmend me hungër, ti duhet. Duhet me hungër, duhet mi përmbush ato që i ke hup, për shkak se ajo, kur ti hup edhe nuk i kthen, muj me thonë se çfarë ushtrimet trona jo konë, ta garantoj me jetë që 1 muj, 2 muj ditë, nuk ish pas shanca pa e lëshu një muskull ose po, për ty ndoshta nuk ka qenë edhe shumë e vështirë, sepse tash ka kohë që merresh me sport. Po, une muj me thonë, ju marë qysh fëmini, se pi bjen kjo qysh... Po e nga një fruti, ndërkohë që flasim. Po, pi bjen, une ju më konë futboller profesionist, që do të thëtë profesionist, kum lujt edhe jashtë Kosovës futboll. A muj me thonë që e ki një jetë të tërë që i rreth sportit? Po, edhe për ashtu shumë krejt ta që më njojnë e din që krejt familja u marrë më sport, qashtu babi, qashtu 2 vllaznit, Besi dhe Koti, do me thonë jena marrë krejt familja me sport edhe kështu jetojmë. Por ndryshe, une masi që kum bo operimin e parë, 2 dhe 3 të gjunit majt ligamentit krycial në Austrinë Linz. Edhe Florina Ramadani, doktori, ma bën thët është një shqiptar shumë profesionist që i bën edhe skiatorët ma të njoftën operim. Edhe ma bën thët nuk kam ku me të ngjitë mo shtraf në ashtë, kështu që leje, mas miti. Edhe unë i kom pas një 4-5 vjetë ma të këqijat të mijat, kur unë e kum lonë sportin, ku unë i bona 102 kila, 3 kila, ku fillova mandej edhe mo nuk e kum nalë. Për ndryshe, mirë me CrossFit që rreth 6-7 vite, që 4 vite jem edhe trener i licensum i CrossFitit, për ndryshe jam edhe trener i licensum i futbollit. Këta e kum bo ma shumë për atë hobin ose për atë profesionalizmin që e kum pas ma jenë, për dashnin që e kum ndaj futbollit. Për ndryshe mirë me CrossFit dhe flenë shumë si sport, e du intensitetin e nalt, e du pak më konë njëri që jam pak ma ushtar, që kam qef mi abu sfidat vetit edhe i përshtatët shumë CrossFitit. Do të mbajnë edhe klasa? Po, mbaj klasa, kena klasa janë dikon 4 orare mas dite,
2 orare para dite. Po përveç përgatitjes fizike që duhet patjetër me pas, ka desh me pas edhe një përgatitje psikologjike gjatë kësaj kohe? Po, përveç asajna në ekipën që e përmena ma herët, në këtë rrugë tim, që duna mi përmen, është edhe prej doktorit një kompani shumë serioze, Onze Recovery, do më thonë që më ka njëmu, më ka nejtë gati për gjatë 6 muje që janë qatë shumë, edhe mu menja s'ma ka marrë që janë qatë shumë profesionalizm, që kanë mrena njerëz edhe me pajisjet që i kanë, do më thonë, për një me janë tjetër nivel. E kom pas, është një 4 herë kampion i crossfitit si Hamza Syqa, do më thonë, më ka nejtë gati, është Labi, më ka nejtë gati, është Gentiani, më ka nejtë gati, do më thonë, në konë këgja një ekipe madhe që prej Ronit, që është u bo një super dokumentar që ka mu transmitu edhe në shumë venet botës. Gjatë kitë kësaj, do më thonë, Roni Voglushi edhe tash që ka marrë regjinë Emilio, është një bajagi një kompani e madhe me bash me këta që është edhe Bardh Krasniqi i komunës Prishtinës. Do me thonë, shumë njerëz kanë bo shumë punë të madhe që unë muj me thonë që një 50% edhe suksesit tem jënë konë këta. Krenar, po cili ka qenë momenti më kritik në rowing machine? Apo makina lundruese, Row Concept 2 është qajo maqina që ata ta kanë caktu që vetëm në atë maqinë më nësht me hi. Por ndryshe se aty nuk mund me bo qitë. Do më thonë është një sen që është shumë i sigurt. A ki thonë në moment që po e ndalje? Momenti kritik ku kune ku fillu garë në 7 mas dite. Momenti kritik ku konë ka 4 ose 5 mëngjes, edhe u konë jo kritik, po muj me thonë që u konë për herë të parë jëmë ballafaqu me një qasi sfide, qasi muj me thonë jo dhimt, po për një me u konë diçka që unë se kom përjetu ma herët edhe nuk di milion emën, po për herë të parë kër më kam vetë a je mirë mas 6 muje, ja kom boj jo. Edhe kur ja kom boj jo, friga e tënve që për herë të parë më tha jo, edhe më tha në garë. Edhe qatë frigën e tënve, unë e mersha herë 2, mande e kthejsha në vete. Do më thonë, u dasht me pas një qëtësi, u dasht me pas më kam përcjell do mesazhet të njerëzve, një mesazh i dostit, një mesazh i grus, e se do mos ai mesazh i grus u konë një prej seneve që unë e kum thonë, masi e kum ka përcy qatë sen pa vedije që s'ku mujt më unal, 38 minuta unë i kum ngëra, pa kur farë vedije, edhe unë e thëmë që krejt këtë sukses që u shku deri aty, u konë na faka jem që nuk u konë doktori qutë. Se ne kena qitë një shatërë në salë edhe pusheshin ka 2 orë, edhe në momentin ku mu më ka ndodhë, do me thonë se për zote nuk është vështirë kur gjë kështu, me të kallëzu. Do me thonë për 7 senet edhe ti veç ecë. Edhe mu po menoj që sa do keq që më konë, unë e thëmë që njerëz të fort në qëfar do sfide që kam, për shambull, s'po të folje njerëz të fort, ka dhe dikush është i fort për në qatë masën e vetë. E s'provën qatë sa aje është i fort. Edhe unë e kum pas qatë moment kritik ku kum fillu mu dridh, se kum hup përmi 10.000 kalori, kum fillu mu dridh edhe ja ka njës me marrë shumë ftoft, edhe truni nuk i merë ke ma informatat mirë, edhe mu kanë afru, kur i kum pas shqetësimet e tyne, unë e kum pas herë 2 shqetësimin, edhe e kam pa se jem të u bo veç kesh, kanë dash me qu doktorin, për një moment, u konë, jo, nuk kum dasht, do më thonë, i kum folë do fjallë që u dasht monal ata që aty,
edhe me tentu me ecë përpara, edhe kena ecë përpara, mi kanë vesh dy jakne, mi kanë pështjell komt me qebe, më kanë gjujt me duksa tjerë, do më thonë veç me pasun e pak nxehtë, e kanë lëshu klimën shumë nxehtë edhe ku fillu qashtu me ngre, po ku më ngre pa vedije dikun 38 minuta. Edhe në momentin që ka nis me më shku njerëz, unë jam qu. Edhe ku po që 38 minuta kanë shku, po mesazhet që edhe ajo koha që ti isha minutat është hala më e vështirë. Unë më me thonë që sa u konë e vështirë si garë, u konë edhe shumë e ronë psiqikisht, për shkak se u konë torturë, se ti çdo të parën, dytën, tretën, i ke kry 4 orë ti e bollam, edhe ke pas që i ki edhe 20 orë. I ke kry edhe 2 orë, ke pas që i ki 18 orë. Do me thonë është ka të bëj edhe me karakter, ka të bëj edhe po mesazhet po du me dëgju mesazhin e qëndresës, edhe po du me dëgju një mesazh prej teje ndaj qëndresës se ajo jo, ka qenë unë mesazh. s'ku mujt me qu. Unë nuk ku mujt me qu. Mesazh unë ku më thonë, mesazhin unë nuk jam fort njeri që bëj llafe, jam njeri ma shumë i punës. Edhe ku më thonë mesazhin ma të mirë dho kur unë në 23 orë e 59 minuta e marrë qikën dorë dhe e kry garën qashtu. U konë që ajo mesazhi e ma i miri që ti mu mburr, ai mu mburr, qata njerëz që kanë ardhur në sallë me më këshyrë, do më thonë muni që e majti fjallën. Mesazhi i grus u konë për mu në orën e 9 bile ja ku mbo edhe do shokve të mi të ngusht, ja ku mbo ngat, ma ka bo që tasha e mirë, edhe ja ku mbo të zgedhe të cëllën dush, ndash kom, ndash dur, hekma se une deri në fund kom i gra. U konë 3 fjali ka pasaj mesazh. Një edhe veç ma ka bo, une e di që keme kry, pik. Mos hara kur të veshin qikën tone, se qika e kujtje. Edhe në 2 thojza, qika të u përgjigj, nëse se din qika e kujna jam këshër e liber t'gjinist. Edhe për mu u konë që une gjatë kejtë kësajna une s'ku mujt me lonë qikën lëq. Ka shtetutje. Shikues dashur, për gjithë ju që jeni në kërkim të një banese, po ju tregoj që Prishtina 5 Towers po ndërtohet. Pra është padyshim qendra më moderne, të cilën ka qendra të biznesit, e cila do të jetë pra zemra e kompleksit. Kjo qendër do t'ju ofroj gjithçka që ju nevojitet, nga marketet dhe farmacit, qendrat e fitnessit, kafenet, restoranet dhe shërbimet e tjera të përditshme. Prishtina 5 Towers është e menduar në mënyrë të tillë që ju të keni të gjitha gjërat që ju nevojiten në një vend, pa pasur nevojë të largoheni nga kompleksi. Pra, për gjithë ju që kërkoni banesë, e keni vendin e duhur te Prishtina 5 Towers. E ne me krenarin do e vazhdojmë përsëri bisedën pas bllokut të marketingut, që do rikthehemi shumë shpejt. Shikues dashur, ne u rikthyem pas bllokut të marketingut në studio përsëri me krenarin. Krenari një çaj nga Podravka, me na mbaj pak ngrohtë. Shumë faleminderit. Sakrificat mëdha, po që ja ka vdejt në fund, apo jo? Po. E kemi edhe qëndresën bashkë me Borën këtu përballë. I përshëndesim. Ja ka vlejt 6 muaj ditë, unë e thëm ju në konë, ndoshta ma të vështirat, një ndër ma të vështirat jetës, po edhe ma të lumtuna, ma të mira dhe ma shumë të qikum shiju. Patjetër. Shikues dashur, mos harroj t'ju tregoj që në AFK, në Agjencionin për Financim në Kosovë, mundeni pra të aplikoni direkt nga webfaqja e tyre për kredi, për ndonjë ide që e keni, ndonjë nevojë që e keni, direkt hyni në website-in e AFK-s dhe mund të aplikoni për kredi. Po besoj që
edhe që merresh me sport, po edhe tash është edhe një kohë që ne bisedum pak më herët që ke qenë, je sportist, sa shfrytëzon kohën edhe me kalu kështu në kësi vende kaq bukura si Valbona? Po, na kena një... A bën ski krenar? Na kena një lifestyle me qëndresën. Muj me thonë që na jena edhe jena njëftu në CrossFit. Okej. Kështë që... A për shëllë, është një mundëri me gjithë edhe në CrossFit, kur të me irëni me sport? Po, besëm, edhe është seni ma i miri ku i keni shijet, preferencat, të seni, do më thonë, si të përbashta. Na e dojna shumë, na udhtojna kena një kësi kombi, që është si dhomë që e marrim shpesh, edhe udhtojna me të, shkojna në për Bregdet, në për vene tjera, për ndryshe skimin e dojna dytë shumë, për që ata edhe ja kena vënu qikës emrin Bora. Po besoj që është mirë që se cili njeri të merret edhe me sport, po a ki ndonjë fjalë për gjithë ata të rinj që ndoshta dëshirojnë të fillojnë, po ende nuk e kanë gjetë edhe motivin, ndoshta me motivu ti. Unë e kam që me marrë se jo ashtu me thonë gjithë shumë serios këtë farë pune, apo merr vesh, po unë ja u bësha si në hajgare. Ma mirë fillë ti se me ta përcaktu doktorri. Kështu që ma mirë fillë ti merru me sport dhe rëna shnetshëm, besëm se kur je mirë me vetën, ki më konë mirë me familje, ki më konë mirë me shoqni, ki më konë mirë me kejtë. Po çka ke mësu për vetën gjatë këtyre viteve? Qëre, sporti të jep një edukat që ti, ajo ka më të përcjell me vite, për shembull, sporti të jep një edukat sportive ku ti, për shembull, një dollap temin, që s'ka nevoj shumë me prej kërkush, apo kupton. Një torp temën, në senet e mija, do më thonë jënë që të jep sporti, qatë kutin që ti e ki zhveshtore, qatë kutin që ti kime jetu gjithka, ka me tra me shku gjithka, do më thonë që e kini neseser tonën, që higjienën e mamë dush me majtë shumë, se ki të bëj me 22-3 lojtarë tjerë, apo kupton, ty duhet me të ardhera pastor, më konë mirë. Do me thonë që to edukatat që i mësën në sport, ku ti, me thonë, parimet tua të mira, do me thonë që sa do që je i vogël ti kimi kry detyrat tua, menoj se ma mirë se sporti nuk t'i ndreq asnjë. E po besoj që edhe me ushqimin je mirë, kujdesu shumë. Po, unë menoj që butika nuk dalën nuk që thonë një herë, një vjetë, 2 vjetë më i me dalë butika edhe krejt na qa kena, se ne do më thonë ma shumë i kushtojna ushqimit. E është koha për pak ushqim. Faleminderit. Krenari kemi disa produkte të shpejta, të shishme nga Zoade, për ndonjëherë kur s'ke kohë, që i ke klasat shumë afër, mundesh me marrë me përgatit diçka shpejt, këto produkte të Zoade mund t'i gjeni në të gjitha marketat e Kosovës. Në misht pulës, a? Po, janë chicken nuggets, cilat me na shoqëru pak gjatë kësaj bisede. Krenari, po, a ke pas deri tash po besoj që je duke u rikuperu, të e marrë vetën ende. E vërtet. A ka pas ndonjë rrezik gjatë kësaj sfide? Rreziku që duna me përmen, për me ditë edhe tjertë kur bojnë naj garë ose naj ushtrim me intensitet naltë dhe ku ti e ki gjatë shumë, ku hargjën shumë, është do të mi përcjell 3 sene. Seni parë është mas garës, nëse të hahet ushqimi, i ki punë të mirë. Nëse mas garës, masi që hanë ushqim, mundesh edhe me flejt, është, do më thonë, e ke kompletu që organizmi është shnetshëm.
po të nesërmën kur qohësh, do më thonë dush me kontrolu edhe nevojën e vogël. Do më thonë është shumë e rëndësi që të 3 sene mi ditë njerëz për shkak se në gara unë shpesh shoh për shembull ku bojnë ku edhe hecin, ku edhe bojnë gara ka 14 orë, 15 orë. Shumë është me rëndësi se ti qysh e merr sodiumin, sa gram kemi marr karbohidrat, se që ajo të manë. Do me thonë ti kryp në atë mineralet dësh mi kontrolu se për ndryshe veç vetit do mi bën. Ti s'ka lidhe am rrinë në cak edhe a ki mu këthy. Po ti pas qito nuk ka aktivitet, se nuk është ku ka 15 orë, nuk është ma knatësi. është edhe duhesh me kontrolu trupin tënë edhe mi ditë sene se a jetu e bu si sport qësh duhet. Se garën kër e kum kryune, unë i kum hup 4 kg e 200. Edhe trupi jam i ka hargju për mi 20 e diçka mi kalori. E vërtet është që unë i kum pas krejt kontrollat edhe ku e kom zonën 2, kur dalën lodhje, kur dalën zonë 3, 4, kur sa e mon lodhjen në zonë 4 trupi jem, do me thonë, na nuk ja kena lonë në rasis, su kun kjo për mu veç knatësia, po kupton. Edhe i kum dit krejt, përveç jo që i kum dit tëne, po u kon ekipa që i kanë dit, mi kanë mësu, mi kanë tregu, edhe na i kena ushtru, i kena vërtetu se për një me duhet qashtu, do është mi marë në orë 80 gram karbohidrat edhe 500 mg sodium, ku ti ke marë edhe karbohidratin e shpejt, edhe të langë shumë knena që u do është mi pi, BCA, do me thonë shumë sene tjera që kanë lunë gjatë kejtë garës. Po sa është i rëndësishëm ky sukses për të rinjt e Kosovës dhe për vendin tonë? Dhe a duhet normalisht që besoj që duhet edhe mbështetje financiare për këtë? Po, e vërtet. Sa ke pas? Vetëm njerëzve të ngushtë ju tregojsha shumë. Do me thonë, veç ushqim sublimente në 5 ditë, sa kanë ra me ushtru se tash, qëre, këtë që akum bohëne, dallon pe i sporteve tjera, ku ti ka një orë në ditë aktivitet, edhe në fund kime hi me një garë në mas një muje, ka një orë ushtrime. Po gara jam u konë tjetër sen, ku ti u dasht me qu dhejnë 3 orë, me qu dhejnë 5 orë, me qu dhejnë 9 orë ushtrime, me qu dherin 12 orë, 15 orë, në 18 orë, në 18 orë tani u dasht me nalë. Gjatë keqë qëtënve, ti tash i ki edhe ka 3-4 ditë rehabilitim që u dasht gjatë ushtrimeve ti mi hongër të keqë të sene. Do me thonë, ka pas hargjime shumë të naja, do me thonë, me thonë që muje në shta e ka kap edhe 11.000 kusur euro. A ke pas mbështetje financiare? Po, dhe a mendoj që duhet jetë prej institucioneve? Une për çka kum bo edhe une besëm se nuk më ka interesu çmimi, as i çfarë çmimi kanë libri Guinnessit, as se une e kum qitë një mision, une jam të bo për qikën tem, kush ka mujtë më ka një mu, tash është tu bo një super dokumentar që ajo kushton bajagi edhe që ka me shpërbly komplet ekipën me krejt sanet, kështu që nuk kum bo diçka që me pas përfitime për veti, për momentin. Se tash besëm se kum bo herën e parë me kallëzu që si qaj mesazhi që më ka ardhë ma herët, ku ma ka bo, thët, veç qështu e ka shkryt, edhe nuk e harrej, është Gentioni. Edhe ma ka bu, hej, suksese, kallëzaj botës që nuk marrën frym këtë. Për mu konë shumë e madhe, ku ti mi u kallëzu njerëzve që vipi një venit vogël, unë jam bëjsh atostave, unë e vipi gjambazve, po jem një në 8 miliard. Edhe se kete kam pas hezitimin u të kallëzoj drejt, unë e pse u shpresha kështu, vipi gjambazve, po një në 8 miliard, u konë se fore, se për një me edhe njerës që më kanë dasht,
sa do që kam pas qefti me kry, nuk e kam besu. Po. Mrena thellë nuk e kam besu, edhe për ndryshe unë e vresha ato që është shumë zërë me besu, se në bazë se cili këshyrëm i diskutojnë asenit edhe e she. Më shumë pak jënë këndo njerëz që e kam besu, më me thonë prej 100 njerëzve nështë 6 veta e kam besu. Hukun rënë, po hukun shumë rënë. Une veç një sen prej një personit që është psikologe, mu i me thonë, tha nëse dëni me ditë që çfarë gare është, tha i keni 24 orë, tha numëroni veç frymën e juve sa orë pelqoni edhe pe merrni. Tash tha deri sa ora pe çoni se me kry s'keni me kry. Edhe tash e merr vesh te çfarë gare është. Po. Krenar, po cilat janë planet për të ardhmen? Planet për të ardhmen është Çka muj me prit prej teje? Kismet është të më prit veç sa të shnoshna, se më vynë edhe do ditë veç me nejt, veç me hongër, me këthy trupin edhe me fillu kejt kadale, edhe mi ju afru që ati 6 mujorit tjetër, edhe pe prisëm garën tjetër, pe prisëm edhe flamurin e Shqipnis. Okej. Edhe pe prisëm tash me flamur Shqipnis me thy një libër të Ginisit. Një me të Kosovës, një me të Shqipnis. A mujna me zbulu të farë gare ajo? Nuk kisha dashtë, po shpresoj edhe inshallah kena me bu për herë të partë e ti në emision. Po një herë nuk isha dashtë pa u marrë vesh me senet s'po du me folë kërgjë. Krenar, faleminderit shumë që ke pjesë e emisionit. Faleminderit se unë bashkë knasë. Me Krenarin jemi goxha moti, po është vërtet kënaqësi me pas kështu në intervistë televizive dhe me na tregu pak më shumë rreth sukseseve të tij. Faleminderit shumë mirë. Faleminderit shumë knasë. Por e kam edhe një dhuratë për fund. Faleminderit. Është një dhuratë me produkte të shishme dhe të shëndetshme nga Tuju, të cilat mundesh me i përdor tash derisa je duke marrë vetën. Janë produkte Tuju. Po, kanë do të thonë janë healthy. Fix. Edhe bashkë i vynë një sportistit. Po, normalisht. Faleminderit shumë të juve. Shumë faleminderit të juve. E shikues dashur, po shkëputemi për bllokun e dytë të marketingut, por qëndrojmë ne sepse vetëm pas marketingut mund të ndiqni edhe materialin e përgatitur nga Benjeri ose Snomnjeri. Përshëndetje dashamirë të bjeshkëve të Kosovës. Sot kemi ardhë me bo një test në bjeshkën e mallet e Deçanit bashkë me shoqërinë tonë për me pa potencialin e zhvillimit turistik dimëror në këtë vend. Ta shohim se çka po na pret. Hajde, apo hi? Okej, mritëm të maja e bjeshkës së madhe. Rreth 2300 e diçka metra. Bjeshka madhe pra është bjeshka më e madhe e Deçanit, e njohur si bjeshka Deçanit, që gjendet midis dy grykave. Gryka e Deçanit edhe e Lloçanit. Pra është një bjeshkë masive që qëndron në vetmume midis Xheravicës edhe pjesëve të Strelësit edhe Çvërlës në anën e djathtë.
plani mundeni me pa pamje 360 shkallëshe. Ty fillu për shembull prej rasës Zogut, që kemi në pjetë, mani kemi gropën e Erenikut, kemi Qërshizën për funi Gjeravicës, Maja Gjeravicës, mbretëresha e bjeshve të Kosovës, 2656, e kemi komplet Pllaqicën e Vukshit. Pra është një ndër bjeshtë që vizitohet shumë, i njohur për liçenin zemër, edhe maje shumë të larta. Prej Pllaqicës së lartë të Deçanit ose të Vukshit, e kemi Pllaqicën e Jonikut, të gjitha bjeshkët e Gacaferit që janë pak më larg, e kemi edhe majën e Rupës 2501 metër. Kjo pjesë këtu quhet Kurvalla që e lidh Pllaqicën e Vukshit bashkë me bjeshkën e madhe. Poshtë në masmeje është Zalli i Rupës, ndërsa krejt larg atje është Marjashi, bjeshka Liçenatit për ata që kanë vizitu Liçenatin, e kemi Gurin e Kuq si maja më e lartë në Rugov, 2522 metra, bjeshka Lumbardit atje, Çvërlën që i ka 2 maje, Milishevcin edhe majën e Veternikut, Bellen, Pleqën edhe maja Strelësit. Pra i kemi një mori bjeshkës që mundeni me pa prej kësaj pjese me pamje fenomenale. Okej, jemi këtu para lëshimit të dytë, prap jemi në majet të bjeshkës së madhe, pra 2305 metra. Në ratrak kemi ardhe këtu, pra është një farë mënyrë egzotike për transport, nuk ka teleferika, është natyrë e virgjër, për kujt pamjet e 360 shkallëshe, që që kallëzova më herët, e bëm një lëshim, kish opsione të ndryshme, pra prej shtigjeve të rrahne, prej atyre që janë pak më ekstreme, kish faqe veriore që duhet me bo edhe një test me pase, qka po na pret, mirë po, qush e pash, prej pamjes derisa ishim duke në gjitë me ratrak, pash që kjo bjeshka ofron shumë ma shumë se që e kom prit. Bile i thash edhe zyrtarëve të kompanisë 10 herë ma mirë më ka dalë se që e kom prit. Edhe arsa mundet me tregu edhe një herë se qysh tu ka dok shtegu i pa. Po, shumë u knaqëm, një ekip shumë e mirë, faleminderit jemve të Kosovo Wild Freeride që na prun këtu me ratrak. Tash me zi po presim u lëshu për herën e dytë edhe me shiju këtë pistë që jashtëzakonisht na ka pëlqy sot edhe na e ka kalu besoj pritshmërinë e krejt pjesëmarrësve. Po para se mu nisë, po energjizohemi edhe me ka një to you bar edhe po qohemi të i bashkë. Let's do it!
Okej, shikues të dashur, shpresoj që jeni do të kënaqur me pamjet nga Bjeshka e Madhe. Pra, ky është një vend i ri që besojmë të ardhmen ka me u bë një ndër vendet më të popularizuar për skemë në Kosovë. Fal kryetarit të komunës Bashkimi që e përgëzoj shumë bashkë me ekipin e tij që kanë bërë gjithçka për bjeshkatari, por edhe për promovimin e skijimit në Deçan dhe në Kosovë. Deri në storjen e ardhshme, ju përshëndes. Ky emision mundësohet nga